Asnjëherë djathtas, megjithëse ju jeni të gjithë djathtas. Po, vazhdo. Po, urdhë. Jam i Nella Balliu, një nga pronarët e Zvërnecit. Pretendent. Pretendent. Po. Kuptohet. Faktikisht, ajo pronë, ashtu që tha i paraforci, është grabitur me dokumentat falsifikuar dhe këtë. Nuk është fare çështja ime. Nuk është çështja juaj, jam plotësisht dakord. Rregull. Nuk është çështja juaj, është çështja e drejtësisë së korruptur këtu tek ne. Edhe një herë, mos tani, unë kam ardhur të flas në emrin tim dhe të mbaj përgjegjësi para jush për çdo gjë që ju doni të dini lidhur me raportin e qeverisë me këtë projekt. Çfarë të doni ju, unë jam këtu t'ju them juve. Kam ardhur t'ju dëgjoj. Po fillove drejtësia e korruptuar këto. Nuk do bëjmë histori, nuk vjen keq. Se në radhë pa ju faleminderit që keni ardhur. Dëgjoj tani, të them një gjë unë ty? Po. E besoni juve që ne kemi një zonë, nuk po them se ku, që kemi pronar në det? Po, që dira ndodhi plot? Po, tani në det, jo, po i kemi pronar, kemi parcela në det. Jo këtu, në një zonë tjetër, në det. Se parcela të kufizuara mbi tokë, jeshile, gjysëm jeshile të kafe, edhe mbi Shkëmbin kam parë pronar, që i kam pasur të partë të tyre zogjë që rinin mbi Shkëmb, po në det, blu deti, aty ka parcel, ka pronar. Pra, natyrisht që këtu është bërë nami me pronën, këtë nuk erëm të zbulojmë sot në. Dhe as nuk mund të them ty, ose se po i flasë me ti. Inella, Balliu. As po të them që s'ket drejt. Mund të kesh shumë të drejt. Problemi është që këtë të drejtën ku e gjen vetëm të drejtësia, që të them, unë nuk kam qenë gjykatës vetë. Dakord? Këtu ka dhe shumë gjykatës që kam prona, apo jo, e diti këtu? Jam plotësisht dakord me të që thatë ju, sepse pavarësisht nga drejtësia këtu, dhe në radhë parë unë thjesht ju falenderoj që erët pak të dëgjoni edhe zërin tonë, sepse deri tani na është mohuar. Jo. Kush ja u ka mohuar, shkoni kërkojeni, unë nuk e kërkoj tek ju. Mua s'më mohuar zëri, mua po më mohohet edhe origjina, se ai të paktën e tha, jam tani unë, se cili tani me zërin e vetë këtu në këtë bolorie, kupton? Kështu që ja ku jam unë, kam marrë të dëgjoj. Po, dhe tash në radhë të dytë, do të falenderoj dhe deputetin Ardit Bidon që e ngriti, që flet me emra konkret se kush është pronari. Ka fol me emra, si është vjedhur prona dhe di shumë mirë. Një, dhe e dyta, po fal, dhe e treta. Jo, se i kam shumë rëndësi. Ardit Bido është deputeti ynë. Po, pra. Dhe më ka thënë, unë dua të fol ti je në drejtën tënde të flasësh atë që ti mendoni, thash. Por Ardit Bido nuk është gjykatës, Ardit Bido nuk ka... Absolutisht jo. Atë vetëm gjykata. Prandaj prona është proces gjyqësor dhe aty nuk duhet kishte filluar fare asgjë. Jo, këtu kemi mendim ndryshe. Pse? Jo, s'është punë opinioni kjo. Sepse ta përsëris. Proceset gjyqësore janë procese në të drejtën e gjithë secilit. Nesër dikush mund të hapi një proces gjyqësor për këtë godinën ku jemi ne këtu. Ka të drejtën vetë, ta hapi. Po kjo nuk do të thotë që me që ai ka hapur proces gjyqësor atje, kjo godina këtu nuk mund të shëmbet dhe të ndërtohet një shkollë. Për sa kohë proceset gjyqësore janë në rrugën e tyre dhe nuk ka vendim nga gjykata që çështja për të cilën është hap procesi është një çështje që duhet të ngri, vazhdon jeta, se kështu i bie që të gjithë shkojnë hapin proceset gjyqësore dhe këtu s'bëhet më asgjë. Kjo është ideja, prapë. Thash edhe një, për sa i përket dhe asaj që thatë ju, për projektin, ne jemi dakord për zhvillim, se s'do që të rrim si dikur në përmale. Kur botë ecë përpara, ne të rrim brapa. Jemi dakord që projekti të zhvillohet duke ruajtur të gjitha parametrat për kaps. Po në radhë parë, të ketë prona tek pronarët. Të kërkojmë, asgjë tjetër. Edhe një herë. Prona tani më është shitur dhe ka pronar të tjerë, që janë vetë investitorët, të cilët kanë ardhur, kanë takuar, kanë parë letrata, kanë gjetë nuk e di, mbi bazën e letrave, dhe kur ata janë paraqitur tek ne, kanë sjellë të gjitha letrat, se dhe gjëja që bën agjencia
I verifikon të gjitha me kadastrën, kadastra i kanë nxjerrë të tëra, ka thënë po këta janë, kjo është. Kupton, nga ana e letrave është ndjekur procedura si për të gjithë të tjerë, siç bëhet për të gjithë. Tani fati në këtë rast i juaj se mund të kishte ndodhur dhe ndryshe. Mund mos ishte fare në hetim personin fjalë ose mund mos kishte asnjë lidhje spaku që ka hyrë në këtë proces e përsëris krejt natyrshëm, po jo për projektin. Mund mos kishte. Dhe sot, nëse juve do shkonit, nëse gjykata do t'ju jepte juve të drejtë, juve përsëri do drejtoheshit e shteti, dhe do t'ishte shteti që do duhet juve t'ju kompensonte. Por natyrisht, jo njësoj siç do në të rast. Tani fati këtu është, në rast se keni drejt gjithmonë, unë se përcaktoj. Fati është që në qoftë se juve dilni vërtet nga gjykata pronar, parat që janë të ngrira nuk i shkojnë atij që si takon, i jepen, i konfiskohen dhe bëhen para të shtetit dhe shteti natyrisht merret me pronarët, po ke letrën ti, po urdhro, kjo prona jote është shitur me kaq, urdhro lekët, merre, vazhdo punën. Po si dakord jemi me këtë? Po më rregull, po të çë. Po e kam thënë, sinqert. Dakord i keni thënë ju. Po si po veprot, konkretisht po themi ne, se unë kam bërë që vjet, më fal, kam bërë që vjet, kallëzim penal në SPAK për këtë hajdutët dhe prap SPAK sot u kujtua për këtë gjë. Po tani, kjo është një gjë që duhet nuk mund ta zgjidhni dot me mua këtë, se këtë punë e SPAK-ut besoj e kemi ndar. SPAK-u ka punën e vet, ne kemi punën tonë. Ata janë pushtet i pavarur. Edhe një ju faleminderit një që na dëgjuat. Jo më s'është asnjë, s'po i bëj asnjë nderun juve, po. Thjesht i thash, po nëse duan të vinë të flasin, unë jam për të folur, se e thash atë ditë, unë kush do të flasë jam për të folur, jo ne nuk negociojmë, po s'negocioj unë njëri pari, se nuk është puna se unë kërkova të negocioj me njëri. Jo ne nuk negocioj, po s'negocioj unë njëri pari. S'kam çat negocioj me askënd. Po për të folur nuk diskutohet dhe për më tepër i thash Brunës, njerëzit që nuk mos në sill njerëz i thash që ti mbledhin nga Vlora. Nëse ata që janë atje dhe që kanë këto shqetësime reale duan të flasin, të bëjnë pyetje, unë t'i them atë që di, bujrum. S'kam frikë të përballem me asnjëri, për sa kohë jemi kështu, secili thot vetëm, po jo me ulërima, jo me të sharje, jo me të tjera. Jo për gjë se ato nuk më bëjnë të ndryshoj mendim dhe më shtojnë jetën dhe duke më shtuar jeta, këta që duan më heqin do durojnë shumë të do duhet presin shumë të tepër. Këtë është puna. Ju përshëndes. Jam Kostaq Konomi, kryeplaku i fshatit Zvërnec. Për sa i përket çështjes së